suksesi nuk vjen rastësisht, ai fitohet me punë, me sakrificë, me shumë disiplinë. E klubi i Mundjes Shkupi edhe një herë e tregoi fuqinë e tij duke u shpallur kampion shtetëror në U15. A jam gabim? Mirë, në kampionatin shtetëror të mbajtur në Shtyp me paraqitje të jashtëzakonshme, luftë deri në sekondën e fundit dhe shpirt kampioni, talentet e këtij klubi arritën të mbrojnë titullin e fituar edhe që i kishin vitin e kaluar, duke u ngjitur sërish në majët e sportit. E sot kemi pikërisht trajnerin dhe kampionët e rinj që ngritën flamurin e klubit Shkupi, duke sjellë krenari për qytetin tonë, po edhe për ne të gjithë si shqiptar. Mirë se erdhët dhe kënaqësitë ju kemi. Mirë si e gjetëm, ju faleminderit për ftesën. Si po ndiheni pas këtij suksesi të madh? Po, ndihemi krenar me garuesit tanë, pasi që me të vërtet kanë bërë një punë shumë të madhe, kanë bërë shumë stërvitje që ta mbrojmë këtë titullin e vitit të kaluar që e kemi fituar, dhe për çdo vit vetëm se po shtohen nga klubi ynë reprezantuesit e Maqedonisë, pasi që në një të njëjtën kohë këto që kanë fituar vendin e parë, këto janë vetë se do ta përfaqësojnë tani më shtetin tonë në përgara europiane dhe botërore si dhe ballkanike. Yasin, kur u nisët e dije në vete, kishe besim në vete se nuk do ktheheni durthat? Po, ne jemi gjatë gjithë kohës me këta, i shohim punën e tyre, kisha besim, pasi që ndoshta u ka deshur edhe dy garues që të shpallën kampion për klubi jonë, por fati deshti që ato me gabimet e tyre, ndoshta përvoja jo e madhe e atyre dy garuesve tjerë, pasi që kishmi nga klubi ynë ishin 8 garues në finale. Nga 10 kategori 8 ishin në finale, 4 u shpallën kampion, 4 në kampion dhe 4 garues arritën deri tek medalja e bronzë. Gjithë këta garues arritën që klubin ton ta ngritin në majët të Mundjes së Maqedonisë dhe me punën e tyre dhe me ushtrimet që i bëjnë, besoj që këto janë e ardhmja e Mundjes në Maqedoni. As që dyshum. Ti pyes pak djemt se si po ndihen Abdulaziz Urime për titullin kampion, si po ndihesh kur e dëgjon veten, edhe pse s'është hera e parë për ty. Si po ndihesh edhe që edhe këtë herë fitove? Ndihem shumë i kënaqur sepse kjo është një arritje që bëj treninget në si kjo është suksesi i mirë është, domethënë. Po tash po ushtron edhe po përgatitesh edhe për Po, përgatitem për më lartë për në kampionatin ballkanik evropian edhe botëror. Zaim, ti? Si po ndihesh ti? Ndihem shumë i që mora vejnë e parë. Okej. Dhe jam i kënaqur që si jam për larë. Qaq, okej. Vazhdoj me Anuarin. Anuar, ti e prisje që do bësh kampion, e prisje që do e marrësh medaljen sot në qafë? Po. Ju jeni edhe 3 djem të një klase, që përfaqësoni edhe një klasë, edhe një shkollë shqiptare. Si u ndje që 3 djem të cilët e ndani edhe shoqërinë e njëjtë, po sot e ndani edhe titullin e njëjtë? Shumë mirë. Po? Të 3 shokë më po. Është hera e parë për ty, Januar, nëse nuk jam gabim. Si, afroje pak mikrofonin më afër, po. Si e ndjeve veten ti bashkangjitesh edhe shokëve tani edhe mos ta lëshosh asnjëherë nga dora titullin e kampionit? Shumë mirë. E ke punu shumë për këtë ditë që të vjen? Familja të mirë priti mirë? Po. Dhe kemi Harunin. Harun? Ti më thuaj se si unë ndjeve. E di e marët, edhe pse gjithmonë Harunin e kam unë në studio, e kam Harunin bashkëbisedues nga më të rregulltit i cili gjithmonë na bën krenar në çdo paraqitje, ta them. Je për tu përshëndetur, të lumt. Unë ndjem shumë i kënaqur që fitova titullin si kampion shtetëror dhe këto e kam nda hakin e treningut që kam ushtruar, që përgatitem që 5 muaj dhe tani dole hakit e treningit që u shpalla dhe kampion. Po kush ka qenë kundër kandidati më i fortë që ke pasur në këtë kampionat? E ke ndjej dikë pak më të fortë, më të rrezikshëm? Jo, s'ka. Sa vetbesim kanë këto djema, Yasin. Cila ishte strategjia kryesore që klubi i Mundjes sërish e mur vendin e parë? Keni një strategji që e dini ku
më shumë duhet t'i trajnoni, ku më shumë janë më të dobët, ku tjerët janë më të dobët e ju jepni më shumë fokus, keni një strategji më të veçantë? Po kemi një strategji, por mendoj se ajo që ne u shpallëm kampion është edhe konkurenca e madhe që ndodhet në klubin ton, pasi që kishte në 2 kategori ku garuesit e njëjtit klub u desh që të përballen në ndërmjet veti. Ndodhi dhe kjo? Ndodhi ajo tek Haruni ku në njëjtën kohë ishte në finale me garuesin e klubit ton. Do me thonë që është më vështirë të jesh kampion në klubin ton se sa në disa kategori se sa të shpallash kampion në Maqedoni. Sa ishte vështirë për ju si kryesi e klubit të shihni që 2 pikërisht mundës të klubit tuaj po janë kundërshtarë ndërmjet vetë? Në atë moment që 2 garuesit futen në finale, ne i lam të lirë, le të fiton më i miri, ku punëtori që është më shumë punëtor, atëherë gjithmonë të fiton. Por nuk do të thotë që ato që kanë humbur finalen edhe janë ndarë, ato ne do vazhdojmë edhe ata që t'i përkrahim, do i dërgojmë në për turne që të morën më shumë eksperiencë që edhe vitin e ardhshëm edhe ato që ishin nën kampion edhe medalistat të bronz, vitin e ardhshëm që edhe ato të shpallen kampion. Ja se duha ta di disiplina sa luan rol në përforcimin dhe profesionalizmin e një mundësi. Po, pasi që është një sport luftarak, sendi më primar mund të themi është disiplina, rregullshmëria, pasi që me të vërtetë është një sport që kërkon shumë mund, pasi që dihet edhe sporti ynë ka edhe jo vetëm që këto garojnë për grup mosha deri në 15 vjet, po këto çdo njëri prej këtyre garon në kategorinë e tyre. Për shembull Haruni ishte kampion në kategorinë deri në 38 kg, Anuari ishte deri në kategorinë 41 kg, Zaimi ishte deri në kategorinë 44 kg. Ka kategoritë shumë të? Po ndonjëherë këto edhe din që të ham pak më shumë se sa duhet, pastaj ato me treninge, me disiplinë, me dieta të ndryshme, ata duhet që ta mbajnë kategorinë që të paraqiten në atë kategori ku është caktuar nga klubi. Kjo është edhe pjesa më e vështirë, sidomos për këto garuesit, kurse garuesit pak më të mëdhenj që janë ato zbresin pak më lehtë nga kategoria. Po besoj që këto do e mbajnë edhe këtë kategori deri në paraqitje deri në kampionatin evropian. Pasi që nuk duhet të hipin shumë larg me kategori, pasi që atëherë do e kenë më të vështirë që të zbresin nga pesha. Nga pesha. Abdulaziz, trajneri sapo na tha se e keni ndonjëherë të patjetërsueshme të zbritni në peshë, të bëni sakrifica të ndryshme. Cila është sakrifica më e madhe që ty duket që është dashur ta përballesh, që të përgatitesh? Sakrifica më e madhe ka qenë që të humbi peshën në kampionatin evropian, sepse aty u ka deshën të hipet sakrifica më e madhe. A ke ndonjë këshill nga trajneri kështu specifike që të qëndron në kokë që të këshillon tërkohën të njëjtën gjë? Normale, mos më dorëzohet dhe me patën disiplinë. Zaim, ti ke pas sakrifica më të vështira të cilat kanë qenë gjatë këtij rrugtimi? Është dashur diçka të bësh që e ke pas lodhur? Po, kena pas për me zrip kile. Dhe u kanë shumë sakrificë derisa të zripim kile. A kur ham pak më shumë e mendon që duhet të zbresish në kilogram? Po. Anuar, më thuaj ti cila është këshilla që trajneri Jasini, më fal, trajneri Jasini ta thot vazhdimisht? Edhe maksimum trening, mu bo i parë në oportunira, mu marit edhe me qeni pare? Po, marit një medalje kampionatin evropian, balkanike. Harron, ty nuk po të pyes për zbritjet peshës, se herën e kaluar na tha që e ka edhe brenda ditës mundet me i arrit ato. Më thuaj sa është e vështirë ti jesh kampion në këtë moshë, sepse ti për të satën herë je kampion. Unë për kampionatin shtetëror bëhem e parë që po bëhem shampion, ku dhe vitin e kaluar u bëna nën kampion në kategorinë 38 kg. Ndërsa medalje ke? Po, kam. Sa? Afërsisht 40.
Më shumë medalje se sa kilogram ka Haruni, apo? Më thuaj, sa është e vështirë që në këtë mosh, ka që të rej, dirisa shokët duan të luajnë, do shta me telefona, duan të luajnë ndo një loj, ti bën stërvitje, tërkohën i fokusohesh mundjes. Po, kjo nuk është dhe shumë e vështirë, po kur ke diçka qëllima dhe mund të bësh çfarë të du. Dhe pastaj? E ke më të lehtë edhe të vazhdosh. Jasin, a ka pas ndonjë moment më të vështirë, apo ndoshta ai momenti kur edhe garuesit juaj u kundërshtuan njëri me tjetrin? A ka qenë ai momenti më dominuesi i këtij kampionati, më i vështirë ndoshta për juve si klub? Po, mendoj se ajo është edhe momenti më i vështirë, se me të vërtet nuk ka mundësi që ne t'i dallojmë garuesit tonë. Kemi dëshirë që të gjithë të shpallën kampion, po ato janë kategoritë ato që vendosin se në finale vetëm njëri duhet të fiton, kurse sa i përket vështirësive tjera, garuesit tonë, ndoshta në Maqedoni, pasi që nuk e kishin edhe shumë të vështirë që të shpallën kampion, mund të them që Haruni, Abdulazizi, njëjtë edhe Zaimi u shpallën kampion pa dhënë as edhe një pikë në gjithë turneun, ishin edhe dominues ku të gjithë kundërshtarët e tyre i mundën nga 10-0. Po kjo ndikon pasi që me të vërtet këto kanë arrit që të marrin pjesë në për shumë turne evropiane, që kanë marrë pjesë në për shumë turne. Dhe shta më e njohin kulturën e mundjes dhe i din pika specifika. I din ato, mendoj që eksperienca më e madhe e këtyre që kanë marrë pjesë në për gara, sikur në Poloni, në Francë, në Rumuni, në Moldavi, i kanë ndikuar pozitivisht të garuesit tonë edhe u shpallën kampion në kategoritë e tyre lehtësisë. A kishit presion sepse kur e fitoni një herë këtë titull, normalisht ju si klub njiheni për çmime të shumta, medalje të shumta, vetëm Haruni ka 40, po nuk flas për pjesëmarrësit tjerë të klubit. A e ndjeni si presion kur shkoni në ndonjë garë, në ndonjë kampionat, se duhet që edhe këta mos të dëshpërojnë, edhe ju, a të vlerësohet në një farë mënyrë e gjithë mundi që e keni bërë për kohën me radhë? Po presioni, po prapë neve presion kishmi, po nuk duhet që ta shfalosim para garuesve, se vitin e kaluar këta ishin gjithashtu kampion. Është më e vështirë që të mbrojsh një titull se sa të fitosh. Por mendoj se me trajnerin Bunjamin Ebibi, së bashku edhe me ndihmësit tjerë të klubit që japin edhe ato maksimumin të gjithë garuesit, mendoj që kemi arritur që t'i përgatisim mirë mundësit që edhe këto të paraqiten në atë mënyrë shumë pozitive. Dua edhe nga një pyetje djelmoshave dhe në fund edhe tek ti të drejtohem. Cila është ëndra jote më e madhe në këtë sport? Kampion ballkanik, europian apo olimpik? Ashtu si gjithë që kanë ëndra e gjithë sportistëve është të jetë kampion olimpik. Kjo është një... E shohim veten një ditë aty? Normal që e shohim, sepse mundohemi të arritim deri aty në medalje në kampion sikur olimpik. Por fillimisht duhet të jemi edhe kampionat në për evropiane, botërore, ballkanike e tjerë. Vitet në vazhdim unë e di që do arrijmë deri aty, as nuk dyshoj. Zaim, ti? Cila është ëndra më e madhe e ty? Ëndra më e madhe është të bëhem kampion olimpik, por pas se u bë kampion olimpik do na bë kampion i Maqedonisë, ballkanik, evropian, por kampioni olimpik. Dal nga dal, me ushtrime, me ushtrime, besoj që do arritmi. Anuar? Unë dua të bëna kampion olimpik, evropian dhe botëror dhe ballkanik. Përgatitja për këtë. Haron? Ëndra ime është të bëhem kampion olimpik, por para se kam qenë dhe kampion botëror, evropian e të tjerë. Djelmat kanë aspirata shumë të mëdha, për mashallah, dhe jam e bindur se do i gjirojmë edhe kur të arrijnë në majat e sukseseve. Apo? Besoj që ashtu të jetë. Çfarë objektiva keni për sezonin tani, se na thatë se këta djelma do e përfaqësojnë, janë edhe pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë, çfarë objektiva keni për sezonin e ardhshëm? I kemi edhe garat ndërkombëtare, kemi
Po, këtë javë pikësfari na pret kampionati i tjerë në 17 vjetë. Ne do paraqitemi me një ekip pak më të re në moshë, gjithë ato që ishin në kategorinë deri në 15 vjetë, ato do paraqiten edhe në grup mosha deri në 17 vjetë. Pasi që të përfundon këj kampionat, në presin 2 turne, që në fakt 3 turne, një në Rumuni, një në Greqi dhe një në Francë. Dhe për e gjitha tjereve, ato mundësa që do e tregojnë vetin, do e tregojnë rezultat, ato do paraqiten edhe në kampionatin evropian, ku shpresoj që të vazhdojnë me formën e tyre, mos të kemi lëndime dhe të paraqesin dhe të përfaqësojnë shtetin në kampionatin evropian që do mbahet në Bullgari. Edhe një pyetje për fund, Jasin, a mendon se mundja në vendin tonë po e merr vëmendjen që e meriton? A i mungon diçka vëmendjes? A duhet të shtohet edhe diçka drejt vëmendjes që e ka mundja në vendin tonë? Rezultatet më të mëdha që janë arritur në historinë e sportit shqiptar vijnë nga sporti i mundjes. Kemi kampion olimpik, kampion bote, dhe shumë medalje nga kampionatet europiane. Ne kemi vetëm se kemi filluar me gjeneratat e reja, po mundohemi që ta promovojmë sportin e mundjes, por unë nuk mendoj që flitet aq shumë sa ka sjell sporti i mundjes. Mendoj që për momentin sportet kolektive si që janë futbolli dhe basketbolli, ato e kanë pak më shumë fokusin, por sa i përket sporti që na ka sjellur më së shumti medalje vendit tonë, edhe gjithë kombit tonë, është sporti i mundjes, edhe nëpërmjet sportit mundjes kemi arritur shumë si popull që sidomos edhe në sportin e judos, njëjtë nga Kosovë, sporti i mundjes në Maqedoni ka vetëm sporti i mundjes në Maqedoni ka 4 medalje olimpike. Vetëm nga kombi ynë që... Nga ne. Unë shpresoj dhe nuk dyshoj as pak se në të ardhmen, po qoftë edhe nëse vetë shoqëria nuk vetë djesohet, ne do e bëj maksimumin që pak të ndjemat të cilët janë shumë entuziast dhe me pasion të madh ndaj mundjes, do arrijnë deri aty ku duhet, sepse kur e ke talentin, askush nuk mundet që ta zhduk atë. Pra, desha një falenderim nga televizioni juaj që çdo herë keni nda kohë që pas çdo gare të rëndësishme që kemi marrë pjesë, kur jemi kthyer me rezultat, ju na keni ftuar dhe i keni shpalosur rezultatet e tona. Patjetër, gjithmonë unë këto i kam shok më të ngushtë, tani gjithmonë edhe kujdesem që t'i kem në emision dhe të flasim për arritjet e tyre dhe dua t'i përshëndes se ka filluar më shumë të hapen me mua dhe më mirë të flasin, ju lumt djema. Unë ju falenderit Jasin që ishit pjesë e emisionit, ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese për çdo arritjen tuaj, dyert i keni të hapura në emisionin ton. Faleminderit edhe nga ana juaj.